Ai që do merrte mu, Po? kam qenë 19 vjeç. 86. 56. Kështë një vit që kështë vdekur Enver Hoxha, që të takon Nuk ka rëndësi. Po jo, ka rëndësi se Ai person ishte tentuar një herë në 67-ën, atë vit që unë kisha lind. E kishin kap. E kisha bërë burgun, kisha bërë dhe burg tjetër, aty në burg mësojnë 7 gjuhë të huaja. Ku në Spaç? Po, edhe në Qafbaj, po edhe në Spaç. Qafbaj, po. Po. Një djalë i shkëlqyer, Bebi Shameti. Si? Bebi Shameti. Bebi Shameti. Po mirë, ju kishit diferencë moshë. Po, s'ka rëndësi, ne punuam pak kohë në një vend bashkë, rrinim, dhe unë mendoj që anglishtën... Nga Tirana ishte? Po, origjinë nga Delvina, familje shkëlqyer Delvinate. Po. I ati i kishte vdekur në burgun e Gjirokastës, patriot, po që mbas lufte kishte thënë ne nuk luftuam për komunizëm, luftuam për Shqipëri. Dhe ju lidhet me këtë dhe ai u ndikoi te ju. Po si ndikoi më? Unë anglishtën fillimisht e kam nisë kam mësuar me këtë person. Po pse ç'a bëni në shkollë juve rusisht? Unë kam bërë rusisht. A prandaj se di. Po dakor, po që atëherë po të shifnin me që si ishin atë shkollë, shifnin me seshën dorë, mendonin që po bën diçka. Për ata që nuk e dini, Essential ishte metoda për të mësuar gjuhën angleze, se ne brezë ynë e dim se çfarë domethënie kishte libri Essential 1, 2, 3 dhe 4. Po të mbaroje 2 Essentialat, e dije anglishtën mjaftueshëm. Tani unë dal kjo punë. Te ishim 4 vete. Moment fundit i ka thënë motrës, bile dhe jam qetur unë, kokën. Mbaj flok gjatë? Po jam flok normal, siç e keni ju tani, po unë u qetha. Po jo, në atë kohë kishte një tani tendencë. Kishte një tendencë. Tendencë, po. I qetur unë 19 vjeç dukesha si një ushtar që kthehesha nga leja për në repart. Kështu ishte ide. Kështu ka qenë ide. Ju ishit në shkollë në atë moment? Në shkollën punë. Tani problemi ishte që mua nuk ka marrë moment fundit. Ai dhe ka thënë motrës, më kujton veten time kur isha 19 vjeç, ai 19 vjeç në Burg për të parë vet. Dhe kam frikë se ndodh gjë. Dhe ndodh që ai në kufi vritet. Qa thua? Po. Ku? 2 të tjerë në Otolisht është vrarë. Në pjesën e Librazhit? Po. Ai në kufi vritet. Po. Të tjerë kalojnë, më kanë arrestuar shtëpi pasaj. Ai që më ka marrë në pyetje është akoma sot kësaj dite, edhe më ka thonë kur më ka takuar më mbrapa, më ka dhënë vlerësime më të mira. Ke qëndru, tha. Kush ishte ky? Po nuk ka raci. Nuk bëhet fjalë. Po jo, ai duhet vlerësohet. Nuk kam pranuar të firmos asgjë. Po bravo qoftë. Ja, kjo ka qenë. Edhe ata 3 kaluan, ha? 2 tjerë kanë. 2 kaluan, ai u vra? Ai u vra. Ai dhe ti në shtëpi. Po mirë, kush i tha për ty atyre? Po pse ata besoj që s'kan para dhe kanë mbledh njerëzit tani si rinte këtu. Ai rinte vetëm me mua dhe me një prej tyre, as me të tretin nuk rinte, vetëm me ne 2. E vujt me të Unë e kam vujt për shembull 6 muaj kam qenë kështu terrorizuar. Vuja, jo terrorizim, vuja atë kur mendoja që ai nuk ishte, nuk jetonte më, e vuja shumë. Po, dhe që i kohë që shoqëria kishte vlera, domethënë gati si familje. Si familje. Po sa herë ju morën pyetje kështu, nuk ju arrestuan, vetëm ju shoqëronin për të pyetur. O 2-3 herë. Pastaj sa herë hypja trenit për Shkodër ose për Gradet, zbresin nga treni, shumë herë ka ndodhur kjo. Ose nga autobusi për shtëpisë. Po isha si person që më mirë ndaloj që këtu pa na probleme atje. Por të survejonte sigurimi i shtetit. Por e kanë bërë disa herë, bilim kanë djegë dhe biletat, kanë qenë ca shteta për atë kohë, 250 lekë për në Peshkopi. Autobus. Po. Zbrit pse? Zbrit këtu të mos merrem me ty atje. Kaq. Po se kisha fuqi unë, ti kundërshtohem tepër. Kjo ishte. Dhe pastaj patët pasoja mbas kësaj? Jam i bindur, ekziston në dosje, besoj edhe që jam djeg, po s'kam arrit bën gjë. Nga sigurimi i shtetit? Po jam survejuar. Nuk arrit me gjetë sepse ishe i kujdesshëm apo s'kishe veprimtari? I kujdesshëm dhe hermetik fare bile. Cili ishte shoku që i besojmë shumë, miku që i besojmë shumë në atë kohë të vështira? Ishte ky edhe një djalë i mirë, shumë i mirë, me cilin kemi bërë stërvitjen për Toratis, quhej Ilira Mema. Ati i kam besuar. Se do bëre përpjekje për t'i kur pra? Po si ndonjë edhe përpjekje. Në cilin vit? Jo, nuk atëherë pam një variant tjetër, jo nga është shtyr, jo për të shkuar në Jugosllavi, se atje të nxitnin intervistat, të interronin familjen këtu, donim një variant nga jugu, nga... Por pra, se kjo notorisht, ju kishit që do shkonin në Jugosllavi? Pa atje do vendoste ai si më i madh. E kishe marrë parasysh që mund të kapte edhe UDB-ja dhe mund të bënte tortura për të folur në televizor në atë kohë keq për Shqipërinë? Shiko, duke qenë që unë kuptova që nuk kishte të ardhme për mua.
me 2 prindër që quheshin përshtuar nga partia që gjashtë treshin, që s'bëhet dot një biografi. Unë mendoj që kam qenë një nxënës shumë i mirë, kam fituar dhe konkurse, olimpiada matematikore. E kam nisë ke Petroni, përfundova ke Kristoforidhi natën pasaj. Kam punuar, pasaj shkollën. Po pse toje Petroni ishte shkolla më e mirë? Po i ka vetë, kisha problemet e mia pasaj. Vajte Kristoforidhi ajo natë. Jete mësim gavosh nevojë? Po jam. Edhe aty kam qenë me fotografi bile ke shkolla. Me rezultate shumë të mira. Por e rëndësishme ishe i vetëdijshëm që në atë sistem s'kishte meritokraci dhe ishte ndarë. Po ti ishe, domethënë, ajo luftë e klasave në heshtje, po dhe drejt për drejt të bënte që ta ndjeje atë diskriminimin. Edhe mos e pranoje. Kush donte ta pranonte. Okej, dhe pastaj në 90-ën juve ishit me lëvizjen? Në 91-shin kam qenë në emër PD-s në Strasburg, edhe u ktheva. Po në 20 shkurt në 91-shin kur u rrëzua monumenti i Enver Hoxhës, ishit aty? Po si isha në grevurie, edhe organizator. Si student? Po. Ju ishi student atë kohë? Po. Dhe ishit kur rrëzua e kam fjalën, këtë turma? Unë isha brenda grevurie, vëlla. Jo, në grevurie okej, se ata ishin kështu student, po kur rrëzua këtu në sheshin Skënderbej. Unë isha në grevurie, pas kishim dalë akoma, pas i ka rënë busë. E kuptoj. Tani na i the këto pse humbi PD-ja. Tani të lutem më rendit me pika. Qose atë mbush mendja për Saliun ç'është? Ta theksoj edhe herë. Jo, për të mbushur mendja mua nuk më mbush fare, por akuzat tuaja janë shumë të rënda. Që është kriminal. Po të thuash kriminal as. Po jo, një jurist nuk e artikulon fjalën kriminal. Ai jep akuzë. Ke gabim. Edhe në cilin kod penal? Edhe vjedhja në gjithë kodet penale. Fjala kriminal nuk shkruhet. Edhe mohimi i drejtës njerëzve, domethënë është krim. Edhe i ke krimet ndara kundër vajte penale, edhe krimet tjera të rënda fare. Ai s'ka bërë vetëm kundër vajte penale. Unë nuk di ai me ndikimin. E ke takuar ndonjë Sali Berishën? Po, me njef edhe njaf. Unë nuk di se sa klauzola të kodit penal kanë ngelur pa u konsumuar nga veprimet e tij direkte, po dhe nga frymëzimi që ka dhënë ai kriminalëve të tjerë, se është bërë shembull edhe për kriminalet e tjerë. Dhe prandaj them që sistemi i vlerave në Shqipëri ka rënë. Okej, pse fitoi Partia Socialiste dhe të lutem me pika? Nuk ka fituar Partia Socialiste. Jo, ka marrë 83 mandate. Le të marrë mandate. Populli ka votuar kundra Berishës, kaq. Ka thonë më mirë 3 ky se sa të vi. Atëherë ka fituar Partia Demokratike, Partia Socialiste. Po mimu nuk, ti e qenë fitore, nuk janë shtuar votat. Në Tiranë, në Shqipëri, me votat e brendshme ka pasur rreth 7 me vota më pak. Zoti Kara, ai dhe 71 të merrte, ai që është fitues, ai ka marrë 83. Po le ta fitojmë, le ta marrin të jetën kështu. Nuk ka fituar, në 2021 ka marrë 7 me vota më shumë. Kjo tregon që njerëzit nuk e shohin as atë si shpresë. Kjo është fitore, kur ti ke trend ngritje, ti je atje. Mandati 4. A e mendoni ju të ketë se këta e vunë atje, e konsoliduan Berishën përballë, në pazar me një tjetër me kodin zgjedhor, edhe i thanë, ti je në hall ri atje, ke një opozitë, sigurisht vetëm familjen e hallet tuaja, edhe ne mbajmë pushtetin. A e mendoni ju që t'ishte hapur loja si të bëj? Pse duhet që ne themi në pikën 3 Sali Berisha ka marrë mbi 500.000 vota, zoti Kara. Si e thoni ju këtë që atë nuk e do njëri? Po, janë 500.000 dele që i ka ai pronsi. Deles mund t'i thuash 500.000 shqiptar. Jo, po si thashun, po nuk kuptoni sikur ai ka 500.000 vota, ka delet e veta. Jo, e ka votuar, them unë. Unë nuk thash. Ka dhe njerëz, e kanë votuar. Zoti Berisha ka marrë 500 e Po. Ja ta them fiks, unë do të them. Po. Zoti Berisha ka marrë 537.000 vota. Po. Këta janë dele? Unë s'tash janë dele. E ka votuar dele? Jo, mos me trajtu sikur janë dele, thash. Se i ka marrë 500.000 vota, nuk janë dele. Ato janë vota, duhet të lexuar mirë e votë. Rama ka marrë 840.000. Nuk janë pak, ju thoni s'ka fituar Rama? Bashkë sa bëjnë to dyja bashkë? Po jo, se ka dhe partitë e tjera. Po le bashkë, gjitha bashkë. Po ata që kanë votuar 1 milion, gati 1 milion e gjysmë. 1 milion e gjysmë. Sa janë votues shqiptar? Se ne kemi sigurisht 3700. Jo, me atë llogarin ju keni të drejtë sepse i bie 48% e atyre që janë në Shqipëri të paktën. A e dini që se njerëzit nuk kanë ikë për qef. Kam 3 fëmijë. Të trojnë. Rrof. Ti kesh me jetë. Edhe sa që më kanë ikë, aq që më ka ardhur një mlef këtu. I ke jashtë fëmijë? Jo, sa që më kanë ikë me tentativë që të punojnë jashtë apo ta lënë Shqipërinë edhe të vinë, aq që ka qenë një mlef i im që ka në mundësi në një mulli, kuptimin figurativ,
ta marrë gjithë klasë politike e ta edhe tjetë, se ne nuk bëjmë fëmijët në gëzoj bota. Dikur njerëzit kanë bërë... Kjo është e frikshme? Po le të jetë e frikshme. Dikur njerëzit kanë bërë luftra për të marrë pasuritë e vendit, por për të marrë dhe kapital njerëzor. Ne po e çojmë vetë dhe qymë arritje, se kemi dhënë mundësi këtyre tikave. Pse me kush na e hapi ne kufit, Saliu me Edin hapi kufit ne, na dha drejtën tani, nuk do vritemi kufi ne, po thyeni qafën ju. Po kush të bëhet shtëpi? E kam parë botën Romullak. Kush të bëhet shtëpi? Si do ikim ne? Si do bëhet ky vend? Sa vjet keni jetuar jashtë? Pa setin, po mund të kem bërë 4 vjet jashtë, kështu, po ti Pse u ktheve pastaj? Se më desh qefi të kthehem. Jo, patjetër desh qefi, po pse u ktheve arsye? Po kjo është, më desh qefi. Unë nuk jam ata që të hiki unë, se i do me nderja Saliu dhe Edi. Jo, flas që patët tani, po do mlesh ta them tani. Po? U ktheva se ndje veten këtu, peshoj këtu, tamam, guri rënd vend vet. Kështu e kuptoj domethënë. Qartë. Edhe kam oferta sot në të sekond ti për shembull në Amerikë. Po s'më duhet në Amerikë, dua Shqipërinë. Du këtë diellin siç lind këtu, du këtë rrëmujën këtu, du veshët në gjë shqip, edhe du të kem këtë botën këtu se këtu ka dhe një investim shpirtëror që është po sigurisht. Ky popull, ashtu. Se ku shkojnë njerëzit me një vend shenjtë, ajo ka ngele pjesa shpirtërore atje, e thon po gjejmë terman atje, po i lutem ta bëjnë ndërmjet për këtë zoti e tjerë. Edhe punë e kësaj, po tani këta na bërë si shejtan tani, na bërë si vendi ku gjallërohen vetëm shejtanët. Si ka mundësi që aseti kryesor që unë e kam studiuar mirë në çdo biznes që janë njerëzit, se ti mund ta bësh të studion, por kur s'ke gazetar, e s'ke kameraman, ç'do? Të rrofshin ekranet, trof tavolina.